Blegtorët e rrethit të Lezhës në një takim të zhvilluar me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama, i kanë shprehur atij vështirësitë e mëdha që hasin në ushtrimin e aktivitetit të tyre për shkak të kostove të larta. Ata janë ankuar shefit të opozitës se me atë që fitojnë nga mbarshtimi i gjës së gjallë, mezi ushqejnë familjet e tyre. Uj kanë vadis nuk kena me vadit tokën, mund me handrashe i kanë, pastrim s'ka, po ati marrin. Kosti e mishit, e kena malije se kena përdojnë në ras, sesa. Me këtë gjeni, që të bëjnë? Se le vërdi se gjithë po thuj se kanë falimentuacion. Shefi i opozitës shpjegoi përpara banorëve se është e domosdoshme që të implementohet një politikë e re, që do të ulë kostot në mënyrë që të shmanget falimentimi. Pa ullë kostot, pa heq akciz në naftës, të vëshën në naftës, taks në gjarullimit naftës, pa ullë në zero të vëshë plerat, pa i ullë farat pak të në 10% shumë të vëshë, dhe pa i dhe një shtytje direkte çdo blegtori, ky është falimentim ekonomik i familje në fshat. Lideri i Selisë Roz e cilësoi si skandaloz raportin e importit dhe të eksportit të prodhimeve blegtorale për një vend me kapacitete prodhuese si Shqipëria. Ne sot kemi 1/10 import-eksportin e prodhimeve blegtorale. Një vend si joni që eksporton 10 fishin e atyre që një vend si joni që importon 10 fishin e atyre që eksporton, por prodhime blegtorale ushqim direkt është e pa imagjinueshme, është skandaloze. Kryetari i Partisë Socialiste nuk nguroi të falenderonte banorët për pjesëmarrjen dhe këshillat e tyre të vlefshme, që do ta bëjnë programin socialist edhe më të plotë.